Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e çative të objekteve të trashëgimisë kulturore është mjaft i rëndësishëm për jetëgjatësinë e tyre dhe shmangjen e lagështirës e amortizimit të këtyre godinave. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Korçë i kushton një rëndësi të veçantë mirëmbajtjes, duke u kujdesur çdo vit për këto elemente. Këtë vit, sipas drejtores Amanda Cici, janë 4 objekte të cilat kanë nevojë për ndërhyrje dhe ku po punohet, 3 prej të cilave në qarkun e Korçës dhe 1 në Elbasan. Dhe gjithashtu një punim mirëmbajtje në kishën e Shënkollit në fshatin Voskopoj. Gjithashtu dhe mirëmbajtje rutinë të cilat realizohen në objekte të tjera, të cilat kanë nevojë për pjesën e pikave të shiut, të cilat bëhen mirëmbajtje të vogla, pjesën e pikave të shiut, të cilat bëhen mirëmbajtje të vogla. Të gjitha ndërhyrjet pritet të përfundojnë së shpejti për të i paraprirë stinës së dimrit.